صدقت في عهدها. Andaj dhe këto xhamia kanë nevojë të ndërtohen jo me stoli të bukura, por të ndërtohen me xhamat të sinqert, të ndërtohen me xhamat që të vëllazërohen me njëri tjetrin, të kenë qëndrueshmëri në fen e tyre, të kenë qëndrueshmëri në diturinë e tyre, të kenë qëndrueshmëri në dobit që do t'i sjellin ta njerëz njëri tjetrit. Andaj dhe përfitoj nga rasti të vi me një hadith tjetër që e transmeton Imam Ibn Abi Dunya në librin e tij Qada'ul Hawaij. Po ashtu Ibn Asakir në historinë e Damaskut, ashtu dhe Imam Tabarani në Mu'gjemin e Madh nga Abdullah ibn Omeri, i cili thot e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wasalam duke thënë: "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i dashur te Allahu xhelle xhelalu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Ne do të mendojmë se njeriu më i mirë është ai që falet natën. Njeriu më i mirë ai që bën sa më shumë khatme Kur'anit. Njeriu më i mirë ai i cili falet sa më shumë namaz nafile, e plot adhurime të tjera. Por jo, pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka tregu për diçka tjetër, ku thot: "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas." Njeriu më i dashur te Allahu xhelle xhelalu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Nuk marron këtu hadithi, po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim." Dhe puna më e dashur te Allahu xhelle xhelalu është atëherë kur ti do të futesh gëzim në zemrën e besimtarit. Gëzim në zemrën e besimtarit, kategoritë e punëve janë nga më të ndryshmet. Zgjidhe vetë punën tënde o musliman, zgjidhe vetë punën tënde o besimtar, që të fitosh kënaqësinë e Allahut xhelle xhelalu duke futur gëzim në zemrën e besimtarit. Megjithatë, pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë çështje nuk e ka lënë të përgjithshme, por ka përmendur disa gjëra me të cilat ti mundesh ta gëzosh zemrën e besimtarit. Çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim." Punët më të dashura tek Zoti është kur ti fut gëzim në zemrën e besimtarit. "Au yakshifu anhu kurbatan au yaqdi anhu daynan au yatrudu anhu ju'a." Kur ti i largon një breng apo një hall apo një siklet dhe problem që ka ai në jetën e përditshme, e morë vesh që vllau musliman ka një problem, me njëherë nxitove ti thuash ku e ke problemin dhe unë do të ndihmoj për hir të Allahut subhanahu wa taala, dhe dije se edhe ty do të vi dita dhe Zoti do t'i qeli rrugët, sepse dikur je tregu bujar dhe i gatshëm për të ndihmuar vllaznin, për të ndihmuar muslimanët. Au yakshifu anhu kurbatan au yaqdi anhu daynan, ose mund t'i laj atij një borxh. Imagjinoni njëri i zhytur në borxh, ata nuk e zën gjumi natën sepse njerëzit kërkojnë hakun e tyre dhe kanë të drejtë. Ai nuk din se si t'i laj këtë borxh sepse ndoshta është i sprovum. Atëherë juve për shembull 2-3 vet e merrni vesh që haxhi filani e ka një problem të tillë, grumbulloni dhe ndihmoni, i ke fut gëzim në zemrën e besimtarit. Dhe Allahu xhelle xhelalu do të ndihmojë si në këtë botë ashtu dhe në botën tjetër. O yatrudu anhu ju'a, ose ti ndoshta mund t'i largosh atij urin, një njeri që është i uritur, një njeri që s'ka se çfarë të pi dhe ka plot njerëz të tillë të cilët vuajnë, për njerëzit ndahen në 2 kategori. Ka prej njerëzve që e shfaqin fukarallëkun e tyre dhe ka njerëz të cilët nuk e shfaqin fukarallëkun e tyre. Allahu xhelle xhelalu për mishin e qurbanit kur na flet në Kur'anin famëlar, çfarë na tregon Allahu subhanahu wa taala? Prej atij mishi hani ju, pra ju vetë që e bot qurbanin. Mjaftohesh me kaq? Jo. Jepini atyre që kërkojnë dhe atyre që nuk kërkojnë. Jepini pra atyre njerëzve të cilët e shfaqin fukarallëkun e tyre dhe nuk e kanë problem të lypin njerëzve. Më jep një cop mish, më jep 3-4 kg mish për qurbanin që prem, nuk e ka problem ai, ti ja jep atij. Mirë, po kujdes se ka dhe njerëz të tjerë që ndoshta s'dun ta ulin veten e tyre, mundohu ti gjurmosh se cilët janë këto persona, edhe këtij do t'i japësh me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala që të ka përmendur në ajetet kuranore. Në këtë lloj mënyre ti mundesh të futesh gëzim në zemrën e besimtarit. Kto i ka përmendur pejgamberi alayhi salatu wasalam, këto lloj elementesh, këto lloj kategorish punësh në këtë hadith. Vijon hadithi i pejgamberit, është hadith i gjatë, vijon hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Wala an amshi ma'a akhin li
Dhe nëse unë eci me vëllaun tim musliman në mënyrë që t'ja lehtësoj një punë dhe t'i kryej hallin atij, ahabbu ileje min an a'takifa fi hadha al-masjid shahra, është më e mirë dhe më dashur tek mua se sa të qëndroj një muaj një etikaf në këtë xhami. Bëhet fjalë për xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Imagjinoni një besimtar, një musliman që futet me njetin e etikafit në xhamin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çfarë shpërblimesh dhe sevape të mëdha do të marrë tek Zoti? Do të marrë shpërblime të mëdha dhe sevape të mëdha, sepse një muaj rresht është futur brenda xhamis, nuk merret me përgojime, nuk merret me thashetheme, nuk merret me mashtrime, nuk merret me hile, nuk merret me zullume, por e ruan vetveten e tij duke ngujuar një muaj në xhami që të fitojë kënaqësinë Allahu xhelle xhelalu. E gjithë ky adhurim 5 minuta të dalësh nga xhamia dhe të kryesh hallin e një vllaut musliman kur ai është në probleme dhe siklete, është më dashur te Allahu xhelle xhelalu se sa një muaj i'tikaf. Këto llogari ti ka bërë vet pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam. Radio Bendi. www.radiobizbendimi.com